Përshëndetje nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendosur me përgatitë një drekë të shpejtë dhe shumë të shijshme. Siç po shihni në tepsi, 500 gram makarona i kam zi me një lugë të mesme me vegetë edhe ujë të val për 9 minuta. Ja kam kullu edhe ujin, kështu që kam do 200 ml ujë ku janë zi makaronat. 200 ml pra nevojiten nga uji ku janë zi makaronat. 200 gram me krem djath. Një lugë të mesme me biber të kuq, një lugë të mesme oregano, rigon për ndryshe, një gotë 200 ml me salcë të domoteve, 200 gram me halta ose shlakzane ose ajk, një lugë të mesme magdanoz të terur, një lugë të mesme me krip, një lugë të mesme hudhër, edhe një lugë të qajt me biber të zi, si dhe 300 gram djath kaçkavall. Po i kum kollu makaronat edhe i kum qit në tepsi, siç po shihni. Tash morëm 200 gram me krem djath, qesim në tepsi. Morëm 200 gram me halta, për ndryshe shlakzane ose ajk. Melmesat. Shtojna edhe salcën e domoteve. Se dhe 200 ml ujë të nxehtë pra të makaronat ku i kemi zi. Furrën e kum çu në temperaturë 200 gradë që të nxehet. Tash i përzina të gjithë këta përbërës mirë. I kemi përzi edhe makaronat me gjithë përbërësit së bashku. Tash e fusim tepsin, temperaturë 200 gradë. Mbas 20 minutave e kemi hek edhe tepsin prej furrës. I përzina edhe një herë makaronat mirë. Ja qesim djathin kaçkavall për mi, edhe prap e fusim tepsin në 200 gradë që shka qenë temperatura. As pak nuk e ullim temperaturën. Marrëm pra djathin kaçkavall ose mozzarella, çfarë të keni në shtëpi. Mundeni edhe djath bardh, normal, veç e grynin rrysë dhe qëtë. Tash e fusim tepsin prap në furrë. Edhe tepsin e kemi hek me makarona prej furrës, e kum lënë edhe 15 minuta pra me djathin kaçkavall. Një drekë tepër e shijshme, një drekë tepër e lehtë përgatitje, që kam ju knoq të gjithë familjen. Motra të dasha, kur në keni ide që ka me përgatit, ja vlen ta provoni. Ta parrap, një sallatë që të edhe, hajde bismillah, nëse një ju boft një familje eme, kështu që ushqimi i shtëpisë Bash Hotel numër 1 është për mu dhe ka me konë gjithmonë. Nuk ka hotel që zavendëson ushqimin nga durt e nanës. Juve përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo përqend recetat mia, faleminderit për krajin që ma bëni. Komente të bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit. Ju them miru pafshim. Bismillah.